Plazhi i Durrësit vijon të mbetet një ndër destinacionet më të frekuentuara, jo vetëm nga turistët e huaj, por edhe nga pushuesit vendas, përfshirë qytetar nga Kosova, Maqedonia e Veriut dhe vetë Durrësi. Kjo fundjavë e fundit e muajit solli temperatura të larta dhe më të ksjellët, duke i dhënë edhe më shumë jetë vijës bregdetare. Në nërrezet e diellit dhe përballë kaltërisisë së detit, pushues të shumtë ju dertuan plazhet, duke kaluar orë relaksi pranë ujit. Shëndetëtorja Buzdetit dhe ambientet e bizneseve ishin të mbushura me vizitorë, të cilët kishin zgjedhur Durrësin për të kaluar fundjavën. Ndërkohë bizneset kanë nisur dhe vendosjen e çadrave përgjatë bregut në përgatitje të sezonit turistik. Fëmijët luanin në rënën e pastër, ndërsa të rriturit shijonin diellin dhe detin, duke e kthyer këtë fundjavë në një moment të vërtet pushimi. Sipas operatorëve turistik, interesi për bregdetin e Durrësit pritet të rritet edhe më shumë në javët në vijim. Ata shprehen se rezervimet kanë nisur herët këtë vit, duke sinjalizuar një sezon të suksesshëm veror. Ndërkohë autoritetet lokale bëjnë apel për ruajtjen e pastërtisë dhe respektimin e rregullave në hapësirat publike. Siguria dhe mirëmbajtja e plazhit mbeten prioritet për të garantuar një eksperiencë sa më të këndshme për pushuesit. Kamera e televizionit Apollon sjell këto pamje nga plazhi i Durrësit, ku qytetarët kanë zgjedhur bregdetin për të kaluar orët e tyre të lira.